Shqipëria dhe Kosova e kemi kampionatin e 15 jubilar i bie, kampionatin e 15 kombëtar shqiptar. Do të thonë dy shtetet që 15 vite me radhë garojnë për një kampion kombëtar, i Shqipërisë dhe i Kosovës. Pavarësisht pse në garojmë edhe në shtetet respektive për kampionatet e mbrëmshme, mirë po të përbashkët kemi edhe kampionatin kombëtar shqiptar. Dhe njëra prej serive, cilat tash do të ndodhë prej 15 deri më 17 kur është ceremonia mbyllëse, është Castriopi Open 2026, është seria e tretë. Seria e parë ka qenë në Berat, është kompletuar dhe është përfunduar, e dyta ka qenë në Vlorë, po ashtu seri e kampionatit kombëtar shqiptar, ndërsa e treta tani është në Obiliç Castriopi Open. Being part of the organisation, I can then make comments. Obviously, now I'm meet director, I can go and just say they're absolutely brilliant. But what happens, if they wish to have a European competition, they have to put what's called a bid in to run a competition to the worldwide organisation. And they will have to demonstrate with people that they are qualified, certified, capable, and they will bid for initially a European competition, and then what happens, the plenary will then judge whether they can win that European competition. Vite me parë, kur ne kemi ftu disa pilot të huaj, ata kanë pas hezitim me kanë pjesë e jonja në Kosovë, për arsye politike që na veç i dim. Edhe vitin e kaluar kem pas një numër më të vogël të pilotëve për arsye se kanë ardhur veç ka një person për shtete të ndryshme. Dhe tash që vret janë një detaj shumë të madh dhe pata të pjesa një roman që e kena pjesë të garës, do të thotë kemi edhe pjesë tjera, po romani po ma tregon një mesazh në telefon të vetën, edhe ati kishte ardhur për Romanisë edhe në të shkruan që kujdes se je në një vend të rrezikshëm. Po patën ai problem, e ke ambasadën e Romanisë në Kosovë dhe mund të drejtohesh atje. Edhe unë po i kurreshjes, po i bëj pyetje, thash ti çish po mendon ta, kjo është çmenduri, tha çka thonë ata. Tha unë jam të kaluar shumë mirë dhe është perfekt ky vend këtu. E mira është që na kemi dhënë maksimumin ton për me prezantu vendin ton, sikur me organizimet tona e po ashtu edhe me sukseset tona.